mbritmat e të burgosërve dëgjoshin në orë dhe seriozisht ne jemi konë në një pozitë shumë të keqe, po s'kishim çka me bëu veç një mundësi kemi pas me myt veten, pa dhe mundësi s'ka ekzistu, sepse na s'kemi pas as lidhsa të kpucave. Kështu që ne kemi qenë në farforme jo të burgosur, sepse në përburgje ka edhe sot, po ka kushte sepse në mbrojtjen dhe në sigurimin e ministrisë përkatëse në atë kohë drejtësisë dhe të punëve të brendshme. Ndërsa ne kemi qenë në mëshirën e gardianëve, sigurisht ata kanë marrë urdhna, por kemi qenë pa kushte dhe janë sjellë ndaj neve mizërisht. Që do të thotë me 3 çdo ditë, edhe me gjallë ka qenë problem. Por ne e mbajshim formën, edhe pse s'kishim çka me bë, edhe pse ishim pa bukë, edhe pse ishim tonë të jashtëzakonisht shumë, bëjshim ushtrime sportive në përdhom se s'kishe çka me bë, ose pritshim randin 8 avin me në rre gardian tjerë. Kështu që kanë qenë ditë të vështira, flas për 24 morësit e tutje, deri kur ka ndodhur edhe hatoja madhe me 19 maj, me 21 maj, 22 maj, 23 maj. 19 maj deri më 24 maj, edhe kur kulmoj me vrasjen e 116 të burgosurve, apo jo, më përmirësoni nëse jam gabim, dhe diku rreth 300 persona të plagosur, ku një prej të burgosurve, i cili është intelektuali Ukshin Hoti Fati, të cilit nuk dihet ende se çfarë ka ndodhur me të. Krejt kjo kulmoj me 24 maj, zotëri Zëqiri. A i keni ndjerë që diçka ka që madhe, ka që zezë, ka që rënd, po vjen? Si që po du më këthy dhe të burgu i 5 dhe me pas po dalë të Ukshin Hoti. Në burgun e 5, natën e fundit, 13 marsit, ose 14 marsit për 15, unë kam pas në dhomë, dy sot burgosë, po një ndërta dhe ne i burgosë nacionalitetit sërbë.